Kinematografia nuk është vetëm një art i bukur, por edhe një formë e fuqishme komunikimi që sjell histori të forta, emocione të thella dhe mesazhe me ndikim. Një nga emrat më të rëndësishëm të kësaj fushë është Musa Yusufi, regjisor dhe krijues i filmave me përmasa ndërkombëtare. Me një pasion të pashoq për artin filmik, ai ka sjellë në ekran rrëfime që prekin zemrat e shikuesve dhe reflektojnë realitetin tonë shoqëror. Karriera e tij e mbushur me suksese, çmime prestigjioze dhe projekte që kanë kaluar kufit e vendit tonë. Për çfarë frymëzon atë në këtë rrugtim, cilat janë sfidat e të qenit regjisor në një industri të vështirë si kjo, dhe si arrin ai të ndërtojë filma që lënë gjurmë. Për të gjitha këto, do kemi mundësinë të flasim drejt për drejt me të, duke zbuluar më shumë për krijimtarinë, sukseset dhe vizionin e tij artistik. Kumanova si qytet njihet sikur qyteti i artistave. Këtë e them duke u nisur prej fakteve, përpara ka pas grupe të mëdha muzikore, Bohemët, Area, Folea e disa tjera. Domethënë ata kanë qenë inspirimi jon i parë për t'ju drejtu skenës. Sigurisht me këngët e tyre kanë ndikuar edhe në formësimin tonë si gjeneratë e re kur kemi qenë për të aspiruar për të bërë artist. Gjatë karrierës tuaj, e dim se keni marrë shumë vlerësime, shumë çmime për punën, për kontributin dhe për talentin, padyshim. Na mund të na përmendni ca prej vlerësimeve dhe çmimeve që keni marrë gjatë gjithë karrierës tuaj? Tani për veten time të flas është pak e rëndë, me që pyetja është e tillë, unë karrierën time kam marrë 8 çmime si aktori më i mirë për festivale, në Maqedoni dhe jashtë Maqedonisë. Dhe jo vetëm, po. Do thonë, jam vlerësu me ca shfaqje të cilët i kam luajtur. Në karrierën time kam luajtur mbi 60 role në teatr, gjithashtu edhe në film. Kur jemi te rolet, si i përzgjedhni rolet? Cilat janë kriteret e juaja personalisht që ju të theni, ok, ky rol më përket mua dhe do e bëj më të mirën që të del mirë ky rol? Do të thonë, në karrierën time unë nuk kam bërë asnjëherë përzgjedhje. Rolet më janë afruar nga regjisorët, i kam pranuar shumë sinqerisht, u jam rrekur personazheve, i kam analizuar dhe me siguri me një përkushtim të madh i kam realizuar bukur. Po, si e ndan jetën si një aktor dhe si një regjisor? Ku është dallimi dhe ku janë sfidat, ku flen më mirë? Për mendimin tem, si aktor është pak më lehtë, po edhe si regjisor është njëjtë si me qenë aktor, për arsye se regjia është një koncept më i gjanë, më thonë brenda regjisë i ke mbisu për aktorët, realizimin e karaktereve të tyre, sugjerimet, rrethanat të cilët u jep, lokacionet, pastaj vije kuadrimet, xhirimet, skenat, bartja prej një skene në skenën tjetër si do të bëhet. Pastaj në fund edhe me montazh. E cila është përvoja yte e parë si regjisor? Çfarë përvoje kishe? Si dole nga ai projekt i pari? Nuk flas më tani që keni marrë si një rutinë, po i pari sigurisht ka pas barë më të madhe, stres, brenga, ai derti se a doja dal apo jo? Domethënë unë nuk kam pas ambicie asnjëherë për të marrë me regji, gjithmonë ambicia ime ka qenë për të krijuar role. Po. Role të cilët jam ndjer shumë mirë. Puna e regjisë ka ardhur ad hoc. Ideja ka qenë aktorit, producentit Osman Ahmeti. Ishim duke biseduar në kafe dhe tha, çka ta merr mendja, mundesh me bë një regji për një serial sitcom, të quhej Shkallët. Unë për momentin u stepa i tëri, se sigurisht se nuk është e lehtë të kalosh prej aktorit në regji. Dhe i thash, mendoj ca kohë, pastaj e ktheva përgjigjen, thash po, dhe normal me një punë, duke ju falënderuar edhe aktorëve, edhe producentit, ja arritëm dhe një serial i cili u pa, sidomos edhe në shtëpinë tonë mediatike, ka marrë shumë ujë. Ka qenë, e financuar nga televizioni i Maqedonisë. Falenderoj shumë për mbështetjen televizionit tuaj, cilën na jep neve si artist vazhdimisht. Sigurisht edhe ne u kthejmë me kualitetat mbështetje. Patjetër.
Kur jemi të kualiteti, të filmat, të serialet, filmi The Business of Pleasure ishte me përmasa ndërkombëtare dhe ju morët pjesë. Si lindi mundësia për të qenë pjesë e këtij filmi dhe si u ndat nga kjo përvojë? Paraprakisht unë me regjizorin Goce Cvetanovski njihem nga një përvojë e tij, cili krijoi një videoklip për grupin amerikan Faith No More. Edhe unë e kam luajtur një pjesë në atë videoklip dhe u njoftuam po aftësitë tona dhe kur krijoi skenarin Business of Pleasure, më afroi rolin kryesor, rolin e Jonit, e luaj në atë film. Filmi ndërkombëtarisht ka marrë jehon të madhe, kemi marrë mbi 10 çmime ndërkombëtare. Tani pritet të jipen më thonë, si them, ajo premiera në Prishtinë, se në Tiranë ishim, në Shkup e kishim premierën, kaluam shumë mirë. Mbresët janë të jashtëzakonshme nga publiku për këtë film. Shpresoj bashkëpunimi jon të mos ndalet me Goce Cvetanovskin, të cilin e falenderoj dhe është një regjisor i mrekullueshëm. Kur jemi tek projektet ndërkombëtare, synoni ndonjë projekt tjetër ndërkombëtar, nëse po, mund të na thoni diçka? Në karrierën time kam disa projekte ndërkombëtare. Kam luajtur në filmin Viking Quest. Ato po, të radhës. Të radhës, çka synoni? Nuk synoj, nuk kam ambicje. Unë karrierën time e lë të rrjedhë natyrshëm, nëse vije diçka. Para pak kohës e pata një ofertë për të luajtur në një serial ndërkombëtar. Me që jam tepër i angazhuar këtu me tregimet popullore ku e bëj regjin, refuzova për të luajtur në atë serial. Cili është roli apo projekti që më së shumti ju ka sfiduar? Të gjitha rolet më sfidojnë. Të gjitha rolet më lën pa gjumë. Në të gjitha rolet e jap maksimumin tim, shpirtin tim, me gjithë qenien time, jepem për rolet, sado të jetë i madh apo i vogël. Unë i qasem njësoj rolet. Ka ndonjë që më shumë ka thithë energji nga ju? Që ndonjë që ju bie tani në mend? Te Kufomat e gjalla kam pas një rol shumë ndërlikuar. Ai rol ma ka thithë energji ndoshta, edhe njësoj kam pas një sfidë madhe tek shfaqja Asandeja Skëndej, në regji të Kastriot Abdylit. Atë shfaqje është dashur me lujt në gjuhën e Kumanovës, në gjuhën si e flasim ne në Kumanov, edhe për mua ka qenë shumë rëndë. Bashkë sfiduese. Po, ka qenë shumë sfiduese, për arsye se është dashur çdo fjalë me fiksu çdo reprizë me qenë e njëjtë. Po, fiks. Ajo e ka bot veçantë. Po, sigurisht ka qenë e veçantë, po për mua ka qenë shumë sfiduese. Ku dhe në Dibër ka marrë çmimin pse aktori më i mirë me këtë shfaqje. Si është rolin e teknologjisë në promovimin e artistëve të rinj, tani për të depërtuar sa më shumë në përbot, sepse tani e dim që rrjetet sociale, teknologjia e bën të vetën dhe më shumë do të fokusohemi në teknologji. Si është rolin e teknologjisë pikërisht në promovimin? Teknologjia i ka dy tehe. Do të thonë ka tehun e mirë ku promovohen vlerat dhe tehun tjetër, tehun e errësirës. Tehu i cili promovon antivlera, promovon gjithçka sot jemi të infektuar dhe rinia e sotit nuk është në gjendje të dallojë çka është vlera, çka është antivlera. Dhe duhet pasur shumë kujdes me këto, me teknologjinë, me avancimin e teknologjisë, me këto gjëra. Të ndalemi pak edhe te parallat e fundit, të cilat i keni edhe janë në regjin tuaj. Si e keni konceptuar realizimin e tregimeve popullore, e cila po ashtu është një bashkëpunim edhe me shtëpinë tonë mediatike, që është një gjë e mrekullueshme, sepse definitivisht na nevojiten kështu paralla me tregime të cilat do na jepen, do na mësojnë, edhe neve, po edhe ata më të rinj, më të vegjëlit tanë. Sigurisht, koncepti artistik është i ndërtuar mbi baza profesionale. Ekipi jonë është jo shumë i madh, por është punëtor tepër. Sigurisht shikueshmëria është tepër e madhe. Vlerësimet janë skajshmërisht të mira, si nga më të vjetrit, të cilët
kthejnë kujtesën e tyre, jetën e tyre, përjetimet e tyre kur kanë qenë më të ri, me prindërit e vetë, jeta e vështirë e kohës së lashtë që kanë qenë, traditët tona, rritet, kultura në përgjithësi. Është e mirë kjo që bëjmë këtë punë së bashku me shtëpinë tuaj, për të mos të harruar historinë, se historia e cila harrohet na përsëritet. Gjithashtu njoftimi i të rive me traditët e tona të lashta. Sa ka të vërteta nga këto gojdhënat, nga prallat të cilat nëpërmjet brezave më të vjetur u depërtohen mesazhe brezave të ri? Sigurisht se ka të vërteta, ka edhe tregime të cilët janë fiction, janë domethënë nuk janë ose thelbi është i vërtet, po personazhet fiktive, po disa janë fiktive për ta përcjell sa më mirë ngjarjen deri në fund. Disa nga tregimet që i bëjmë ne janë kanë një bazë reale, një ngjarje e vërtet. Për shembull, këto tregimet e reja që po jipen në televizionin tuaj, flet për vajzën e cila është vajza e parë e cila shkon në shkollë. Se dim që ka qenë tabu para shumë viteve. Ka qenë tabu, ka qenë anat e muar, e dim ne gjithë nanat tona nuk kanë pas të drejtën e tyre për të shkolluar, dhe një nënë pa shkolluar është një gjenerat e dështuar. Edhe unë ju kam rrek këtyre probleme të cilat më kanë stërmundu me vite. Për shembull, kemi trajtuar temën e shqiptarëve kur janë shpërngul për Turqi. Është shumë e dhimbshme për neve shqiptarët. Edhe në këtë sezon e kemi kapur më seriozisht për këto flasim për këtë tema. Edhe mendoni se këto do kenë ndikim tek brezat e ri? Sigurisht, jam i bindur se do ketë. Edhe një mesazh dua për të gjithë ata të rinj, të cilët duan të marrin rolin e aktorëve, regjisorëve dhe synojnë karrierë të tyre ndërkombëtare. Cila është këshilla, mesazhi nga një po ashtu aktor dhe regjisor i cili ka vlera dhe normalisht projekte ndërkombëtare? Faleminderit për vlerësimin. Mesazhi im për të rinjt është të lexojnë sa më tepër, të punën të cilën e punojnë, ta punojnë me përkushtim, t'i besojnë vetës, të krijojnë një rreth të shëndosh pune, të mos rrinë kafeneve shumë, të merren më tepër me prindërit, me profesorët, me mësuesit të cilët i kemi harruar. Musa Jusufi ka dëshmuar ndër vite se arti nuk ka kufi dhe se një histori e treguar me mjeshtri mund të prek e të frymëzoj audienca në mbar botën. Me filma që sjellin realitete të forta, personazhe të thella dhe një fotografi të kuruar artistikisht, ai ka lënë një xhumë të rëndësishme në kinematografinë tonë. Çmimet dhe sukseset e tij janë vetëm një reflektim i përkushtimit dhe talentit që e karakterizon, por mbi të gjitha janë dëshmi e një pune të madhe që shkon përtej ekranit, duke sjellë ndryshim dhe reflektim tek publiku. Ndërsa ai vazhdon të krijojë projekte të reja dhe të sfidojë veten, mbetet një shembull frymëzimi për brezat e rinj të kineastëve dhe artistëve që e duan të ndjekin këtë rrugë. Puna e tij na kujton se kinemaja nuk është vetëm argëtim, por edhe një mjet i fuqishëm për të treguar histori që duhen dëgjuar.